Një tërmet me magnitudë 3,8 goditi pranë bashkisë Lushnje. Lushnje, rrethifier, në Shqipërinë e Jugut. Shqipëri sot më 30 mars 2026 në orën 05:21 me orën lokale. Ose më 30 mars 2026 në orën 03:18 UTC. Siç është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është vendosur në një thellësi të cekët prej 13:0 nën sipërfaqe. Në koordinatat gjërësi gjeografike 40, 949 dhe gjatësi 19,695. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshijnë Lushnjë, Qarku i Fierit, Shqipëria Jugore, që ndodhet një ose rreth 0,62 milje nga epicendra. Lushnjë, Qarku i Fierit, ndodhet një ose rreth 0,62 milje larg. Rogorinë, Qarku i Fierit, Shqipëria 1, Tiranës, rreth 8, Bashkia Tiranës, rreth 8 milje, Tiranës, Belsh, Qarku i Elbasanit, Shqipëria Qendrore, ndodhet 17 ose rreth 10,5 milje larg. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Parashikimi i motit për zonën afër epicendrës sot pritet të jetë me vranësira të pjesshme gjatë gjithë ditës. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh te vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.